Besimtar, jemi tashmë në ditën e dytë të muajit të bekuar, të muajit të begat të Ramazanit. Kjo është një mirësi e madhe nga Allahu Azza wa Jall. Ai është falës i madh, ai është i mëshirshëm me robërit e tij dhe asnjëherë nuk kënaqet me mohimin e robëve të tij, por ai gjithmonë do që njeriu të adhurojë Allahun Azza wa Jall për atë gjë për të cilën ne jemi krijuar, dhe unë nuk i kam krijuar njerëzit edhe gjindët vetëm se të më adhurojnë mua, tha Zoti i gjithësisë në Kur'anin famlar. Këto janë fllade hyjnore që Zoti i gjithësisë një herë në vit, një muaj e ka bërë detyrim për çdo musliman dhe çdo muslimane që ka arritur moshën e pjekurisë dhe është i shëndosh mendërisht. Zoti ja ka bërë obligim agjërimin e një muaji që ne kemi detyrim një herë në vit, nderuar besimtar. Kjo duhet parë si një dhuratë hyjnore, ku Zoti ja jep njerëzimit në momente të caktuara përgjatë vitit, kalendarit hënor vjetor, dhe çdo vit ne 10 ditë zbresim poshtë, sepse i tillë është kalendari hënor, dhe njeriu në gjitha stinat e vitit provon lidhjen e mrekullueshme që përjeton këto fllade hyjnore pikërisht në këtë muaj begat që është muaji i Ramazanit, muaj në të cilin ka zbritur fjala e Zotit, libri i fundit, Kurani famlar të nderuar besimtar. Por duke qenë një muaj i mëshirës, i faljes, i amnistisë hyjnore nga ana e Zotit të botë, dhe gjithë secili prej nesh duhet angazhohet me veten e tij me mëkatet që ka bërë përgjatë vitit. Çdo bir i Ademit, thot profeti jon Muhamedi alayhis salam, është gabimtar. Dhe më i miri prej gabimtarëve është ai që pendohet tek Zoti i gjithësisë. Qofse ju nuk do të bëni mëkate, nuk do të bëni gjunahe, tha profeti sallallahu alaihi wasallam, Zoti do t'ju largonte, do t'ju shfaroste, do të thillte një popull tjetër që ata të bënin mëkate, të bënin gjunahe dhe t'i kërkonin falje Zotit i gjithësisë, dhe Zoti i gjithësisë do t'i falte ata. Njeriu sa do mëkate të bëj, sa do të mëdha të jenë, kur ai adhuron Zotin e vetëm dhe ka hequr dorë nga idhujtaria, nga shoqërimi shok Allahut të madhëruar, ai i pendohet Allahut Azza wa Jall, i kërkon falje atij, Zoti do ta falë atë, sepse mëshira e Allahut është shumë herë më e madhe se gjunahet që mund të bëjë gjithsecili prej nesh. Djalli i mallkuar, shejtani i mallkuar e sulmon njeriu, dhe arma e tij më e madhe është që t'i humb njeriu shpresën e tij, që t'i humb shpresën dhe ta bëj ato pesimist, ta bëj ato të humb shpresën që ai nuk mund të ndryshojë dot, që ai për të tashmë nuk ka më falje nga Zoti, sepse ai ka bërë shumë mëkate, ka bërë shumë gjunahe. Në fakt, kjo gjë nuk duhet të ekzistojë në mendjen e besimtarit e atij që njeh Zotin e madhëruar, që është falës i madh dhe është i mëshirshëm i madh. Allahu Azza wa Jall i drejtohet në këtë formë njerëzve, neve, që bëjmë gabime gjatë gjithë kohës që ne jetojmë. Kul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Thuaj, o ju robërit e mi, që e keni ngarkuar veten në aq shumë gjunahe, që jeni larguar aq shumë nga Zoti, nga krijuesi juaj që ju solli në këtë botë, që jeni hutuar në jetën e kësaj bote, që jeni hutuar pas bukurive kalimtare, që ju i shikoni si model dëfrimi dhe argëtimi të momentit, por ajo nuk është gëzimi real që duhet përjetojë njeriu, sepse njeriu çdo ditë që kalon i afrohet vdekjes. O ju që e keni ngarkuar veten me kaq shumë gjunahe, shikoni në këtë muaj un kam hapur një derë që është dera e agjërimit, që është dera e mëshirës. Prandaj mjafton un po ju ftoj, dhe un kam dëshirë që t'ju fal juve, po na thot Zoti i gjithësisë, mjafton të agjëroni, mjafton ta njihni Zotin dhe ta adhuroni Zotin me aq mundësi sa ne kemi, dhe Allahu Azza wa Jall është falës i madh, ai na drejtohet, o ju robërit e mi, që e keni ngarkuar veten me gjunahe, mos e humbni asnjëherë shpresën nga mëshira e Allahut Azza wa Jall, sepse ai është falës dhe ai është i mëshirshëm, thot Allahu Azza wa Jall të nderuar besimtar. Prandaj ky është një muaj i faljes, i mëshirës,
Prandaj tha profeti alayhi salam ragima anfu rajulin dakhala alayhi Ramadan fansalakha qabla an yughfara lah. Thot mirë për atë njeri, i poshtruar qoftë ai njeri që arrin Ramazanin dhe nuk i falen gjunahet pasi ka kaluar Ramazani, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Mjafton që ne të agjërojmë për hir të Zotit gjithësisë, të besojmë tek madhështia e Allahut azza wa jall dhe të adhurojmë atë dhe të heqim dorë nga çdo lloj besytnie, të heqim dorë nga çdo lloj robërimi tjetër njerëzor, të heqim dorë nga çdo lloj nënshtrimi tjetër njerëzor dhe të nënshtrohemi dhe të robërohemi vetëm Zotit të botëve, ai që na ka krijuar dhe na jep çdo gjë, ai që na ka fal jetën, ai që na ka dhënë prindrit, familjen, gjitha begatit, jetën tonë, ajrin që ne marrim çdo ditë falas, shëndetin, trupin tonë, çdo gjë na i ka dhënë, na i ka fal Zoti i Madh Allahu azza wa jall. Prandaj ne këtë Zot duhet ta adhurojmë dhe duhet ta falenderojmë për mirësitë e pafundme që ai na i jep në çdo moment të jetës tonë. Njeriu kur bën gjunahe, kur bën mëkate dhe nuk i kërkon falje Allahut azza wa jall, njeriu i vishet zemra me copza të zeza, me njolla të zeza nga mëkatet që njeriu ka bërë, dhe ai nuk ka forcë që të afrohet tek Zoti i gjithësisë, nëse ai nuk pendohet. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Por jo, thot Zoti i gjithësisë, në saj të mëkateve të vazhdueshme që ata punuan, që bën, zemrat e tyre u vulosën dhe u njollosen me njollat e mëkateve, thot Zoti i gjithësisë. Prandaj njeriu duhet ta kuptojë që ai është i mangët, bën gjunahe, bën mëkate, sepse kështu është krijuar dhe Zoti, krijuesi jon, ai është falës dhe është i mëshirshëm, dhe ne sa herë bëjmë gabime, duhet të kthehemi tek dera e mëshirës, tek Allahu azza wa jall, derë që nuk mbyllet asnjëherë. Allahu azza wa jall, thot profeti alayhi salam, e shtrin dorën e tij natën për të falur ata njerëz që kanë mëkatuar ditën, dhe e shtrin dorën e tij ditën për të falur ata njerëz që kanë mëkatuar natën, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. O ju njerëz, unë i kërkoj falje Allahut 70 herë në ditë, thot profeti alayhi salam, që ishte i dërguari i Zotit. Në një transmetim tjetër thot, unë i kërkoj falje Zotit tim 100 herë në ditë për mëkatet që unë bëj dhe çfarë mëkatesh mund të kishte profeti sallallahu alaihi wasallam. Prandaj gjithë secili prej nesh duhet prekupohet me mëkatet e tij, me gjunahet e tij. Prandaj shkaku i agjërimit nuk është që ne të rrim në etje dhe në uri, por është shkaku që ne të kuptojmë dobësinë, varfërinë tonë dhe nevojën që ne kemi për krijuesin e botëve, për Allahun azza wa jall, dhe agjërimi në vetvete bëhet shkak për zgjimin e zemrës. Prandaj bëhet shkak për pastrimin e brendshëm të njeriu, dhe lodhja nuk është shkaku i Ramazanit, por shkaku është që ne të afrohemi tek Zoti i gjithësisë, tek Allahu azza wa jall. Prandaj tha profeti alayhi salam, man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ai njeri që agjëron me shpresë dhe me besim tek Zoti i botëve, njeriu është dorëzuar dhe kupton varfërinë e tij, që ai që ushqen është Zoti, që ai që i jep për të pirë është Zoti i gjithësisë, Allahu azza wa jall, dhe njeriu kur rri pa ngrënë, kur ai e mposh materialen e tij dhe i jep përparësi shpirtërore së tij, njeriu fillon dhe lulëzon gjendja e tij shpirtërore, fillon dhe largohen ato copëzat e tij që janë të zeza në zemrën e tij, në sajt të mëkateve që ka bërë, dhe ku njeriu dorëzohet, arrin këtë gjendje, reflektimi, këtë gjendje të vetdijes së brendshme, ai pendohet tek Zoti i gjithësisë dhe i dalin para syve të tij mëkatet që ai ka bërë, një përgojim, një shikim haram, ka bërë një gjunah tjetër dhe i kujtohen mëkatet e tij, dhe ai thot Zotit me vogëlsinë e tij dhe duke kujtuar madhështinë e Zotit dhe mëshirën e Allahut azza wa jall, duke i thënë astaghfirullah, o Zot më fal. O Zot më fal, dhe i thot 70 herë në ditë, 100 herë në ditë. Inna rahmati wasi'at kull shay. Në të vërtetë që mëshira ime ka përfshirë çdo gjë, ka thënë Allahu azza wa jall. Dhe mëshira ime e ka tejkaluar hidhërimin tim, thot Allahu azza wa jall. Prandaj ne duhet të trokasim, të pendohemi dhe të kuptojmë varfërinë tonë, nevojën tonë për Zotin e botëve. Në të kundërt nuk mund të gjejmë shpëtim tek asgjë tjetër, tek asnjë lloj sklavërimi tjetër. Prandaj ai që është rob i Zotit gjithësisë nuk mund bëhet rob i asgjëje tjetër.
Dhe ai që nuk është rob i Zotit gjithësisë, është rob i çdo gjëje tjetër jashtë Zotit gjithësisë. Rob i paras, rob i famës, rob i pushtetit, rob i epshit të tij, rob i pasioneve, rob i pasurisë, i lakmisë për kësaj bote. Ndërsa ai njeriu që është bërë rob i sinqert me të gjitha mëkatet që ka vetë njeriu, është bërë rob vetëm i Zotit. E adhuron atë dhe ka hiq dorën nga çdo lloj besëtnie. E di që çdo gjë ndore ka Zoti i gjithësisë, që të ardhmen e tij e ka ndorë vetëm Zoti i gjithësisë. Nuk e ka asnjë ushtar, asnjë magjistar, asnjë fallxhor në botë, në ekzistencë, vetëm Zoti i gjithësisë ka çdo gjë ndorë, fëmijët tan, pasurinë tan, dhe të mirën edhe të keqen çfarë do ndodhi me ne në të ardhmen e ka vetëm Zoti i gjithësisë. Dhe ti kthehesh me tërë qenien tënde të vogël plot mëkate, kthehesh tek madhështia e Zotit, tek mëshira e tij dhe kërkon strehohesh tek ai që nuk të harron asnjëherë, tek ai që ti edhe kur bën shumë gabime nuk i bindesh atij, ai përsërit të thotë: "O robi im që e ke ngarkuar veten me gjunahe", dhe është i vetmi që të pranon kurdoherë që ti bën gabime, kur ti nuk i bindesh atij. Në të kundërt njerëzit, kur ti nuk bën atë që duan njerëzit, largohen, të lënë në balë, heqin dorën nga ty, të braktisin, prandaj trokit në derën e atij që nuk të braktis asnjëherë, të nderuar besimtar. Në një hadith qudsi, Allahu Azza wa Jall thot në këtë formë: "Ya ibn Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani, ghafartu laka wa la ubali." O biri i Ademit, përderisa ti më lutesh mua dhe shpreson prej meje, unë t'i fal mëkatet, dhe kjo gjë nuk është shumë e rëndësishme për mua, thot Zoti i gjithësisë. O biri i Ademit, qofse gjunahet e tua arrin deri në kupën e qiellit, deri në majën e qiellit, thot Allahu Azza wa Jall, unë t'i fal mëkatet. O biri i Ademit, qofse ti vjen tek mua me gjunahe sa e tërë si përfaqja e tokës, por nuk me bën shok mua, nuk me bën shirk mua, me adhuron vetëm mua dhe shpreson që çdo gjë ndore kam vetëm unë të vi me mëshirë sa i gjithë si përfaqja e tokës, thot Allahu Azza wa Jall. Prandaj ky muaj duhet të shërbej si një reflektim për të zgjuar vetëdijën e brendshme të gjithë secilit prej nesh, për të kuptuar që ne jemi njerëz të dobët, të varfër që kemi nevojë për madhështinë e Zotit. Asnjëherë mos u mbështet tek pushteti yt, tek pozita jote, tek pasuria jote, por mbështetu tek pasuria e tij që nuk shteron asnjëherë. Mbështetu tek pozita e tij që nuk krahasohet me asnjë pozitë tjetër. Mbështetu tek pushteti i tij që asnjë pushtet nuk krahasohet me pushtetin e Zotit të madhëruar Allahut Azza wa Jall, që është mbreti i mbretëve. Ai është funduesi i ditës gjykimit. Ai është pronari i vërtet i çdo gjëje që posedojnë njerëzit. Ai është pronari i vërtet i çdo gjëje. Prandaj ky Ramazan duhet na shërbej me gjendjen e mëshirës që ne përfitojmë në këtë muaj të begatë, të tillë ka bërë Zoti i gjithësisë, sepse janë hapur dyert e qiellit dhe janë mbyll dyert e xhehenemit, janë prangosur djajt shejtanët e mallkuar, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, dhe njeriu çdo natë i vjen një thirrës dhe i thot: "Ya bagi al khairi aqbil." O ti që do të bësh mirë, tashmë është momenti më i duhur për të bërë vepra të mira, për ta pastruar veten nga mëkatet, nga gjunahet që ke bërë. Dhe ya bagi ash-sharri aqsir. Dhe o ti që akoma nuk e ndryshuar, tashmë është momenti më i duhur që ti të heqësh dorë dhe të kthehesh tek Zoti i gjithësisë, tek ëmbëlsia e adhurimit, dhe ajo është gjëja më e bukur që përjeton njeriu në këtë botë, është nënshtrimi ndaj madhështisë së Zotit. Prandaj gjunahet e robërojnë në zemrën, nuk e lën atë që të shijojë ëmbëlsinë e madhështisë së Zotit. Prandaj pendim, kërkim falje tek Zoti i gjithësisë, do të shohim që me anë të pendimit, të kërkimit faljes të Zotit i gjithësisë, Zoti i hap dyert e mëshirës, hap reflektime dhe hap vetëdijen njerëzore ndaj madhështisë së Allahut Azza wa Jall. Prandaj pendimi nuk është vetëm falje e gabimeve që kemi bërë në të kaluarën, por është njëkohësisht reflektim, vetëdije dhe ndërtim i të ardhmes së gjithë secilit prej nesh nderuar besimtar. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dhe kur të pyesin robrit e mi për mua, o Muhammed, thot Allahu Azza wa Jall, i thuaj që unë jam afër. Ujibu da'wata ad-da'i idha da'an.
unë I përgjigjem thirrjes së atij që më lutet mua. Ti lutesh Zotit gjithësisë. Lidhja mes qenies njerëzore dhe Allahut xhalla xhelaluhu, sunduesit të njerëzve dhe të gjindëve, sunduesit të çdo gjëje, është lidhja më e natyrshme që ka parë ndonjëherë njerëzimin në një fe. Prandaj feja vetëm e pranuar tek Zoti I gjithësisë. Nuk ke nevojë për askën prej njerëzve që ti të krijosh një raport, një lidhje me Zotin I gjithësisë. Edhe për të falur nga mëkatet, por edhe për të kërkuar nga mirësitë e Zotit I gjithësisë. Mjafton ti ngresh duart lart, të besosh që është një Zot I vetëm, I lartësuari në arshin e Tij. Allahu Azza wa Jall që ka krijuar çdo gjë, e ngret duart lart, ai që të zgjon kur ti je në gjumin e vdekjes, ai që të jep jetën, të shëndetin, edhe çdo gjë të mirë që ne kemi në këtë botë kalimtare, I ngren duart lart dhe I lutesh: O Zot, unë kam bërë mjaft mëkate. Jam gjunafçar, jam mëkatar I madh. Kam bërë këtë dhe I numëron gjunahet që ti I ke bërë, dhe këtë gjë nuk e di askush tjetër. Sepse kjo është robërimi I natyrshëm që njeriu përjeton në Islam, ti I robërohesh, I nënshtrohesh vetëm madhështisë së Allahut Azza wa Jall dhe askujt tjetër. Dhe mëkatet e tua nuk ja tregon askujt tjetër. Askujt për njerëzve, vetëm Zoti I gjithësisë, dhe I lutesh atij dhe kërkon çdo gjë të mirë nga Zoti I gjithësisë. O Zot, më jep, më ruaj fëmijët, më bëj fëmijët e hajrit, më ruaj pasurinë, më jep shëndetin, më ruaj shtëpinë time, më ruaj pasurinë time. Çdo gjë që ti e ke I lutesh në gjuhën tënde shqip, dhe ai do të përgjigjet. Ai është afër. Ai të dëgjon. Ne jemi më afër, ne kemi krijuar njeriu dhe ne jemi më afër me atë, thot Zoti I gjithësisë, se damaret e Tij të qafës, thot Allahu Azza wa Jall. Prandaj ne duhet të kthehemi tek Allahu Azza wa Jall. Prandaj thot Allahu Azza wa Jall, ata të më besojnë mua dhe do të jenë në rrugën e udhëzuar, të përgjigjen ftesës time, për të qenë rob I Allahut Azza wa Jall, dhe të më luten mua dhe unë do të gjendem pranë, thot Allahu Azza wa Jall. Ai njeri që vjen drejt meje, duke ecur në shkoj drejt Tij, duke vrapuar, thot Allahu Azza wa Jall. Prandaj të heqim dorë nga çdo lloj besëmie, nga çdo lloj besimi I kot, nga çdo adhurim I varrit, nga çdo adhurim I malit apo I gurit apo I të shenjtit, apo I lloj njeriu që është njeri si gjithë ne dhe nuk ka asnjë vlerë kur ne I lutemi atij, por duhet I lutemi të gjallit të vërtet, Allahut Azza wa Jall, që ka bërë atë njeri që ti shpreson, që ka bërë të vdekur dhe do ta bëjë neve të gjithë që një ditë të vdesim dhe të përjetojmë vdekjen. Prandaj ti lutemi të adhurojmë vetëm Zotin e gjithësisë dhe të heqim dorë nga çdo lloj besimi I kot, nga çdo lloj idhujtarie dhe çdo gjë në dorë e ka vetëm Zoti I gjithësisë, dhe mos ke frikë asgjë tjetër, por ke frikë vetëm Zotin e gjithësisë. Allahumma anta rabbi, është lutja më e mirë për të kërkuar falje Zotit e gjithësisë, e ka quajtur profeti alayhi salam. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant. O Zot, ti je krijuesi im I vetëm, që meriton të adhurosh me drejt, dhe nuk ka Zot tjetër që meriton të adhurohet me drejt përveç teje. Khalaqtani wa ana abduka. Ti je ai që më ke krijuar. Unë deri dje nuk kam ekzistuar fare. Ti je ai që më solli në jetë. Wa ana abduka. Dhe unë jam robi yt I varfër. Wa ana ala wa'dika mastata'tu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dhe unë, o Zot, do të mundohem me tërë vogëlsinë time që unë ta mbaj premtimin dhe beslidhjen që kam krijuar me ty, aq sa kam mundsi. Ebu laka bi dhanbi wa ebu laka bi dhanbi bi ni'mati. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. O Zot, unë kthehem tek ty e pranoj këtë gjë, që më aq sa kam mundsi unë do ta ruaj lidhjen me ty dhe besatimin që unë kam dhënë ndaj teje. Unë kthehem si njeri I dobët me tërë gjunahet e mia. Edhe pse ti, unë e pranoj që ti vetëm se më ke dhënë mirësitë pafundme në jetën time. O Zot, mi fal gjunahet, sepse gjunahet e mia nuk I fal askush tjetër veç teje. Kjo është lutja më e bukur që njeriu I drejtohet Zotit gjithësisë për mëkatet që ne pa përjashtim gjithë që nga unë I pari, të gjithë bëjmë mëkate, të gjithë bëjmë gjunahe, dhe patmeta është vetëm Zoti I gjithësisë. Prandaj e lutim Allahun Azza wa Jall që të na falë, që të na mëshiroj,
që na bëj të reflektojmë, që të jemi të vetëdijshëm dhe të ndryshojmë jetën tonë pikërisht në këtë muaj të begat, të rregullojmë raportin tonë me Zotin e botëve, të rregullojmë raportin tonë me prindërit tanë.